Horoskopi javor nga 17 deri në 23 nëntor. Një cikël i ri fillon. Kjo javë nuk është e zakonshme. Nga 17 deri më 23 nëntor, energjitë lëvizin me një forcë që rrallë shfaqet, duke hapur një cikël të ri për të gjitha shenjat. Paratë, marrëdhëniet, drejtimet e jetës dhe vendimet e mëdha marrin një kthes që s'duhet injoruar. Nëse ke ndjerë në javët e fundit një ngarkesë, një pritje apo një ndjesi se diçka po vjen, këtë javë ajo merr formë. Një derë hapet, një kapitull mbyllet dhe diku, një sinjal i fortë vjen për të treguar rrugën. Kjo javë është thirrje për t'u zgjuar. Dashi, energjia e kësaj jave të shtyn drejt veprimit dhe qartësisë. Mund të marrësh një lajm të rëndësishëm që lidhet me punën, ku dikush më në fund e vlerëson përpjekjen tënde. Në aspektin financiar, disa dyert që kanë qenë të bllokuara fillojnë të hapen, sidomos nëse je në kërkim të një rritje apo page të re. Në marrëdhënie, dikush kërkon sinqeritet më të madh dhe kjo javë të jep forcën për të folur troç. Do ndjesh një shtysë të fortë për të mbyllur një çështje që të ka lodhur prej kohësh. Energjia rritet nga mesi i javës dhe të ndihmon të marrësh vendime të guximshme. Kjo javë është momenti yt për të marrë kontrollin dhe për të çuar përpara atë që ke lënë pezull. Demi, kjo javë të sjellë stabilitet dhe qartësi, sidomos në fushën e financave. Një pagesë, një propozim apo një zgjidhje që ka vonuar më në fund vjen drejt teje. Në punë, një përgjegjësi e re mund të vihet mbi supe, por në fund të javës kupton se është në favorin tënd. Në dashuri, dikush kërkon të afrohet më shumë dhe kjo të vendos përpara disa pyetjeve të rëndësishme. Të shtyhet të mendosh më qartë për të ardhmen tënde dhe çfarë nuk të shërben më. Nëse ke pasur një bllokim emocional apo një lodhje të thellë, këtë javë gjen më shumë paqe dhe fokus. Vendimet praktike janë çelësi yt. Fundjava sjell një lajm që të gëzon dhe të jep siguri. Binjakët, kjo javë ndez komunikimin tënd dhe të hap dyert të reja në punë. Një person i rëndësishëm mund të ofrojë një mundësi që nuk duhet ta injorosh. Financiarisht, vendoset një ekuilibër i ri dhe një shpenzim që të ka shqetësuar zgjidhet më mirë se sa mendove. Në dashuri, dikush të vë në qendër të vëmendjes dhe kjo të rikthen besimin. Idetë që ke kanë potencial dhe gjatë kësaj jave do të marrësh një shtysë të fortë kreative. Mos u çudit nëse të vjen një ftesë interesante ose një mundësi udhëtimi. Energjia e kësaj jave të jep hapësirë për rritje, për të folur hapur dhe për të marrë atë që meriton. Fundjava sjell një surprizë të vogël pozitive. Gaforia. Kjo javë të fton të punosh me emocionet dhe të krijosh një stabilitet të ri brenda vetes. Do të kesh momente ndriçimi ku kupton qartë se cilët njerëz kanë vend në jetën tënde dhe cilët jo. Në aspektin financiar, ka lëvizje të ngadalta, por të sigurta. Mund të marrësh një lajm që të çon drejt një përmirësimi të mirë. Një bisedë e rëndësishme me një person të afërt të heq një peshë nga shpatullat. Në punë, vëmendja jote për detaje të vën në një pozicion të favorshëm. Mundësitë për rritje janë të qeta, por reale. Energjia e javës sjell shërim emocional dhe qartësi. Fundjava të jep një rikthim të bukur të një ndjenje që e kishe humbur. Luani, shfaqesh i fuqishëm dhe në qendër të vëmendjes gjatë gjithë javës. Mund të jepet një mundësi që kërkon guxim dhe të vendos në një nivel më të lartë profesional. Financiarisht, mund të marrësh një shpërblim ose një lajm të mirë që lidhet me të ardhurat. Në dashuri, një person të kërkon më shumë dhe mund të vë përballë vendimeve të vërteta. Energjia jote rritet, por duhet të shmangësh konfliktet e panevojshme. Kjo javë të jep një mundësi të artë për të transformuar një situatë që të ka mbajtur pezull. Nëse ke punuar gjatë për diçka, tani fillon ta shohësh rezultatin. Fundjava sjell një çlirim emocional që të bën të ndihesh më i lehtë. Virgjëresha. Kjo javë është perfekte për organizim, pastrim dhe vendime të rëndësishme. Do kesh mundësi të heqesh nga jeta jote përgjegjësi që nuk të takojnë më.
Në punë, dikush vëren aftësinë tënde dhe mund të jap një detyrë të re me rëndësi. Financiarisht, situata përmirësohet në mënyrë të qëndrueshme. Në dashuri, ke nevojë për qartësi dhe këtë javë e merr. Do kesh një bisedë që të çon drejt një kuptimi të ri. Energjia të ndihmon të shërosh një zhgënjim të vjetër. Nëse ke një ide të re, tani është koha për ta nisur. Fundjava sjell një ndjesi të fortë ngushëllimi dhe siguri. Peshorja. Balanca rikthehet fuqishëm këtë javë. Në punë, një çështje që ka qenë e bllokuar më në fund lëviz. Mund të marrësh një propozim apo një sugjerim që të çon drejt një projekti të ri. Financat stabilizohen dhe mund të marrësh një ndihmë, bonus ose pagesë që nuk e prisje. Në dashuri, energjia e javës sjell qartësi, dikush tregon vërtet çfarë ndjen. Do të kesh mundësi të krijosh një marrëdhënie më të shëndetshme, qoftë në çift ose me veten. Energjia e javës të mbështet në vendime dhe të shtyn të mos e anashkalosh më një situatë që ka kërkuar vëmendje. Fundjava sjell një moment paqeje të thellë. Akrepi. Kjo javë është e fuqishme emocionalisht dhe financiarisht. Mund të marrësh një lajm që të ndryshon ritmin, një mundësi e re, një vlerësim ose një komunikim që ke pritur. Në punë, dikush të shikon me admirim për forcën që ke treguar së fundmi. Në dashuri, dikush kërkon një shans të dytë ose një sqarim të sinqert. Energjia e javës është e thellë dhe të ndihmon të transformosh një situatë që ka qenë e vështirë. Financiarisht, ka stabilitet dhe rritje të ngadalë, por të sigurt. Nëse ke një plan afatgjatë, kjo javë të jep shtysën për ta çuar përpara. Fundjava sjell një kuptim të ri për një çështje personale. Shigjetari. Kjo javë të jep liri, hapësirë dhe mundësi të reja. Mund të marrësh një lajm pozitiv që lidhet me punën ose me një plan që e ke shtyr prej kohësh. Një udhëtim i shpejt ose një takim i papritur të hap një derë të re. Financiarisht, situata përmirësohet ndjeshëm. Në dashuri, dikush të kupton më mirë se më parë dhe kjo sjell qetësi. Energjia e javës të shtyn të marrësh vendime që të rrisin dhe të nxjerrin nga rutina. Mund të nisësh një projekt të ri ose të mendosh për një ndryshim të madh. Fundjava sjell një surprizë që të gëzon emocionalisht dhe të jep motivim të ri. Britsjapi. Kjo javë vjen me fokus, punë dhe rezultate të prekshme. Mund të marrësh një përgjegjësi të re që të ngjit një shkallë më lartë. Financiarisht vjen një qartësi e madhe, sidomos për një situatë që ka qenë e paqartë. Në dashuri, dikush kërkon më shumë siguri ose stabilitet prej teje. Energjia e javës të ndihmon të krijosh rend, të largosh kaosin dhe të gjesh drejtimin e duhur. Do marrësh një informacion të rëndësishëm që të bën të ndryshosh një vendim të mëparshëm. Nëse ke qenë i lodhur, javën e mbyll me një sens çlirimi. Fundjava sjell një moment kuptimplot që të rikthen besimin. Ujori. Kjo javë hap dritare të reja për rritje dhe zhvillim. Mund të marrësh një mesazh ose lajm që lidhet me një mundësi jashtë vendit ose me një person që jeton larg. Financiarisht, situata është e qëndrueshme dhe ke më shumë kontroll se më parë. Në dashuri, një qartësi e papritur të ndihmon të marrësh një vendim të rëndësishëm. Në punë, një projekt ndryshon rrjedhën e tij dhe ti përfiton nga kjo. Energjia e javës të çon drejt rritjes shpirtërore dhe mendore. Ke mundësi të shërosh diçka që të ka rënduar prej kohësh. Fundjava sjell një shans që nuk duhet ta humbasësh. Peshqit. Energjia e javës të prek në thellësi dhe të jep intuit të lartë. Mund të marrësh një lajm që lidhet me familjen, një projekt personal ose një çështje që ke pritur. Financiarisht, ka përmirësime, por kërkohet menaxhim i kujdesshëm. Në dashuri, dikush shpreh ndjenja që nuk i ka treguar më herët. Në punë, kreativiteti yt të vendos në qendër dhe dikush të kërkon mendimin. Kjo javë të shtyn të marrësh përgjegjësi dhe të lësh pas frikat e vjetra. Energjia shpirtërore është shumë e fortë dhe të lidh me synimet e tua më të mëdha. Fundjava sjell qetësi dhe një ndjenjë të thellë mirënjohjeje.
Nëse ndjeve lidhje me mesazhin e kësaj jave, nuk është rastësi. Universi po hap një cikël të ri dhe ti je pjesë e tij. Shkruaj në komente. Jam gati për ciklin e ri. Bëj like, subscribe dhe share, që ky mesazh të arrijë te ata që kanë nevojë.